Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës, vujtjet, sakrificat, tmerret e deputetëve të PDK-s. Kështu që miq të dashur, shkojnë të ndëgjoni videon, po kur të ndëgjoni, as mos keshni e as mos kali. Po rrini neutral. Shkojnë miq, çka thot Batanoviqi për Kadri Veselin, mas pare. Tani është një tjetër e një tjetër. Njëri thot për Hashimin, edhe shkojnë me radhë, nëse afërmeni kështu më mirë, shkojnë të dëgjojnë video miq, edhe të diskutojmë bashku. Një rrëfim të vogël të rëndësisë e veçantë për Kadri Veselin. Një njeri i cili nuk gjen shoqin në idealizmin e tij. Nuk ka pas ma idealizm, po ju kallëzoj se çfarë ka ndodhur vetëm me një rast që ta kuptojnë njerëzit se kush ka shkuar. Ka qenë në Paris në vitin 1998 dhe u zgdash që të kthehet për shkak të punës që ka pas atje, ku jemi takuar atëherë, dhe u nis me aeroplan për të ardhur në aeroportin e Rinasit. Dhe për shkak të motit të keq, po flasim për një aeroplan ushtarak. Këtu miq të dashur ramën e herën në Ran. Në 1998, tha, o konë në Francë, ka pas po më këthy diqka, po flasë edhe për një aeroplan, tha luftarak. S'po kesh miq, s'bën me kesh. Shkojna miq. Kak modit e keq, aeroplani ushtarak s'ka mund të zbresne në aeroportin e Rinasit. Dhe Kadri Veseli, bashkë me mikun me shokun e tij, kanë kërcyer nga avioni për të nisur në Kosovë për arsye se u niseshin për luftë se luftëtarët ishin atje. Dhe miq të dashur, niseshin për luftë se luftëtarët ishin atje. Do me thonë që avioni luftarak ka shku special për Kadri Veselin me marrë e me prunë Kosovë. Fati keq, mjegulla, ftofta, bora, që pas ka pas, edhe s'pas ka mujt me atë arru në Prishtinë, edhe kë ka kësi si kërë James Bondi. Apo Mission Impossible, Tom Cruise. Shkojna me që edhe pak se aeroplani nuk ka zbritur, po Kadri Veseli ka kërcyer nga avioni. Ky është Kadri Veseli. Dhe për ata të cilët nuk e njohin dhe e kanë ofenduar gjithmonë, kanë ndërtuar një rrëfim paqen të një djalë idealist që nuk e ka shoqën Kosovë. Po ti a din që të me thonë me kësi për avioni, o Batanoviq, mos ja gjithë bile amnat atyre që ata që ka ndërtuar. Po nuk e di pse pe full këto, pse pe të regon këto, qka po të shtynë. Pse di? Kështë e bo mirë në të regu, pse? Shkojna miq me tjetërën. A dhe që më ka rupë qëto? Si? A dhe që më ka rupë plumi qëto? Po që lidhje ka në banë? Kujna përgoni, pashme e vënda rëndë me sërë. Kuj bojnë? Lutam. A dhe thot që më ka rupë plumi qëtët. O, ka mish deputeti, o Jaran, me të pas rëk plume që ti nuk ishe gjallë, qëtë. Ose ishe gjallë, po në koma. Ose ishe gjallë, si shekova, po ishe invalid, që nuk ta dashëroj këta me pas. Mës, kur të rajsh, kanë thonë plesht, që të mërë drenit, këtë fjallë e dinë shumë mirë, raj për toke, jo për qile. A dhe që ta me thonë këtu me të bo, edhe asë një shaj heq. Qka i bone, hongra? A ke nëzonë me dorë plumin? Shkojnë e miq? A bën o vlla me dit, na, ku ka godita i plumë, se ti kështu po do kësh taman si mull. Po valla se si topi, si loçk. S'kom qare me që pa kesh këtu, më falë, ja? Jo, apo kesh ti? Ti bën kom qare pa kesh. Po mas mirë ta shet pjego vetë, kam ishe. Shkojnë e miq. Do dite ma kujtoj TikToku ma qitin e video kur ti
drejtorësh në analizë më dikton për sen kur I thotë që kam qenë e kam pas plumin në boll. Edhe më përshtypja I tha, "Edhe çka ka rëndësi." Që ka qenë kjo histori e plumit në boll. Unë gjatë luftës jam plagosur në kokë. Veç pak. Misë dashër, apo shenit dikun e farë vrime, në farë shaje, në farë midis bollë kështu? Jo. U krye, e mora vesh meq. Ecëm. Tash unë nuk e kam shprehi që të kthejem ose ta rolin e viktimes. Jo, ti viktimes. Mirë po në një debat domethënë të tillë kur unë I tregoj se ajo mund e kemë nda. Jo ti viktim, jo. Amo rancë, po. Me qitë. Ranë. Midis tavoline, për thëmë kështu, mos pe hanë dikush. Këto veç ti e bon. Me thëmë ka rënë plumi këtu, edhe asin shaj heq, këto veç ti e bon. Shkojnë me që. Tregon neve që analistë e Shqipërisë më na tregu patriotizëm. Pse mos më tregu ty për Shqipërisë patriotizëm? Pse, veç ti qa patriotizme ja? Çfarë ignorante? Kjo I ka në mrapa ju e gjithë. Na. E së shkon ashtu. Po ne të gjithë. Jo veç une. Jo veç na. Po ne të gjithë. Shkojnë me që? Tregu që kam qenë I plagosur gjatë luftës, këtë lëvizja vendosje e ka përdorur për të më bulizuar edhe për të ofenduar luftën e ushtrisë lirimtare. Shë farë ignorante, qka ka të bëj kjo? Kjo ka të bëj personal me ty, o ignorant, që ti pegenjen popullin, mas pare pegenjen veten, familjen tonë, tani tjertë. Dokumentohet që ti e ke pas plumin boll, o ignorant. Fjallën për studia, dokumentohet. Pse peshtin televizën e vendose? Qatë ka të bëj levizat e vendose këto? Pse s'po të me rajta? Ku me të besu unë? Unë e mbroj levizën vetë vendosje, më falni. Ku me të besu unë ty që s'po të që kërkun shaj, vlo? Në ato në di që farë pasoje ka me të rëk klubi këtë. Apo orë këtu, është ku kështu. Mëse ke pas gjo metal. Më falë, atë diplom. Kështu që, se di. Po, shkojna mis tash një tjetër I lutëm. S'kena mujtë një ada. Hashi. Se s'kena mujtë një ada. Shkojnë kënë një radë tjetër. Hashimit. Të nga. Herë në tonë, herë shifni, herë kënej, kështë falë. Një shoqe e ime që nëse s'ko që me përmendem, që ka qenë... O, miq, keshë se s'ki që ka bon, për sytë balet. Kjo është për dhe këja. Njoni këse më për e plani, tjetëri e rëgë plumin bal, tjetëri e dathë e këpuzat, akull, pa kon luft kjo heq. Qa me bo, miq, për dhe ke mu. Kështu që ju përshëndes mirë të dashur me këtë video mirë pafshëm video të radhës. Kush spriton me bëni like, ne share, ne koment mirë. Kështu që shkojna me video të tjera. Edhe ju dalë video të tjera. Mirë pafshëm me që opozit. Like share, a më po jalu amanet. Mos se në për plani se po I garantoj që mësni. Disni. Mos të një plumit për para se po I garantoj që disni. Me një hirth me të hiqë dikush qish me sa gale se bon përshtan të qyshtjeri. Respekt miq.